Ose nuk e kam qefto cipnicet e strategjive kësa ky bërim se tash. Sepse gjithsesi tani është kthyer në mashtrim të gjallë. Janë ndezur, kanë ngritur gjithë antena tani, po kapin çdo lloj gjëje që i hidhet. Por, nuk du me të kushtozuar në asnjë lloj forme, më merr kështu shumë sinqerisht këtë pjesën. Nuk më duket si diçka që s'do e bënte. Mire. Kjo nuk do të thotë që ju duhet prishim një komplet tash fare, mos ma keq kuptoj fare. Jo më zero, unë arrit ta kuptoj vetë, kaq. Thjesht unë kuptoj këtë gjë, kur njëkohësisht pa fol me njëri tjetrin. Domethënë unë me Malin, për shembull, ta marr si shembull, kishim 4 ditë këtu se s'flisnin fare, ne i përshëndetjen në gjë. Unë në këtë rast nuk e besoj Armelën, unë besoj Mirin. Të ta them kështu. Sinqerisht. Se jam e bindur që e kanë nxjerrë dhe kjo jashtë konteksti, komplet. Sepse në momentin që e ballafaqova ty te garderoba, erdhi më tha. E më tha diçka të tillë, domethënë, kjo pak a shumë ishte ideja. Po nuk të marrë seriozisht nëse të vjen dhe më thua mua, pak a shumë kjo ishte ideja. Thuaje siç është. Tani që e ke Mirin aty, tani që jam edhe unë këtu, ta dëgjoj tamam siç e ka thënë në të vërtetë. Dhe si e keni marrë dhe si është përpunuar dhe tani që ka ardhur unë. Si është o vëlla? Është thënë kjo në këtë ditë, në këtë datë, në këtë kontekst.